Avokati Ergys Sagaçit Maksaxhia ka rikërkuar sërish dosjen hetimore për klientin e tij të dyshuar në dosjen e tenderave të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshe. Në këtë dosje janë firmosur 8 masa përfshirë edhe ndaj shefes së Akshit, Mirlinda Kaçanaj dhe zëvendëses së saj, Hava Delibashi, të cilët mbahen aktualisht në arrest shtëpie. Vetëm po tjetë një njeri që do që t'i ardhin çelësi në det, mund t'i vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar ka stile dhe duke ngritur akuza të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të kushtetuese dhe procedurale. Ndryshe nga kërkesa e mëparshme publike, avokati Axhia i ka shtuar dhe një ankesë në kërkesën e tij duke theksuar nevojën për të pasur qasje të plotë në materialin hetimor. Institucioneve të larta të drejtësisë, duke filluar nga inspektori i lartë drejtësisë, Këshilli i lartë prokurorisë dhe prokurorit të çështjes, Këshilli i lartë gjyqësor dhe gjyqtarit të çështjes, për të vënë përpara për të nxjerrë përgjegjësitë ndaj atyre personave të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur këto informacione dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Qoftë përgjegjësia administrative dhe penale, pa ajo që është kryesorja është për të kthyer situatën në normalitet. Ergys Sagaçi është në hetim nga SPAK për tenderat e drejtuara nga Akshi dhe ka marrë një masë sigurie në mungesë, ndërsa nuk ka treguar shenja për vetë-dorëzim. Hetimi sipas autoriteteve përfshin edhe 3 biznesmen të tjerë të cilët u ndalohet dalja jashtë vendit, si dhe një oficer policie të pezulluar nga detyra, ndërsa vëmendja kryesore mbetet mbi procedurat dhe tenderat e Akshit. SPAK vijon mbikëqyrjen e situatës dhe shqyrtimin e masave për të gjithë të përfshirët në këtë dosje.